Mos ndoshta dhe ti je një aneks i vogël i qeverisë Rama? Po si e lidh këtë me veshjen? Jo, pyetja, domethënë sepse ka një perceptim si në publik. Si nga veshja tek. Po ja, të ta them këtë, me që po më thoni që nuk e di ku gjen lekët, pra akuzat të drejtë për drejta për qeverinë aktuale të këtij vendi, ka një perceptim publik që edhe ju gjithashtu jeni i blerë nga Rama. Perceptim publik. Perceptim publik në komente, pra tani unë thash nuk jam elita e gazetarisë shqiptare. Nuk kam marrë studime, unë popullin përvajsoj. E kupton, dhe populli thotë lexova aty në Facebook që thonë që ky Arlindi është i blerë nga Rama dhe del kote bën aktivitete. Lexova 1 milion vetë që thua populli. Po tani nuk ka rëndësi edhe spaku, nuk ka 1 milion vet, po një dosje, një prokurori mund të të fusi në burg. Nëse mund t'i përgjigjim tani me çik me seriozitet. Jo, me shumë seriozitet. Se e di çfarë nuk shkon këtu në sens logjik është që kaq vite duke bërë këtë gjë, 12 vite në mos gaboj? 12-13, domethënë po bëhet gati 15. Gati 15. Në janar bëhet 15. Po ku i gjen lekët? Lekët për çfarë? Lekët për të mbajtur lëvizjen bashkë. Ma nxjerr pak foton regjia të lëvizjes bashkë. Jeni, jo, s'ka gjë, ma jemi përgjigje ndërkohë. Nuk është një foto, thjesht jeni ju atë. Lëvizja bashkë në momentin që është themeluar, mbahet me kontributet e keni ju fakte për këtë? Patjetër. Na kontrollon KQZ-ja çdo vit. Japim gjithçka nga kontrata e qerase, gjithçka tjetër. Unë lë prej gati 15 vitesh lë një pjesë të rrogës time që dikur në organizatën politike, patjetër. Edhe të gjithë antarët e tjerë, deputetë hyrën në Redi Buçi. Sa është rroga juaj? Nuk është rroga ime, është rroga ime si pedagog universiteti neto, tani bruto duhet ta shoh, neto është diku te 1.100.000 lekë të vjetra. Po ju dalin këto për të kontribuar në jetesën tuaj, në familjen tuaj, diku te 10% të rrogës time, kontribuoj. Dhe si unë kontribuojnë shumë të tjerë. Dhe shpenzimet tona janë rrezikisht minimale. Keni thënë që kontribuojnë dhe të huaj shqiptarë që jetojnë jashtë. Patjetër. Nga diaspora, sidomos në fushatat zgjedhore, kemi kontribute të mëdha sepse e kanë më të lehtë. Keni shumë zyra? 50 euro, një në Tiranë, një në Tiranë kemi, edhe mos gaboj një në Fier, edhe një në Durrës të vogël. Domethënë që mbahen me kontributet kanë antarë të tjerë të lëvizjes bashkë, se ju nuk e lini të dalin në asa media, se vetëm ju shohim. Por ju t'i ftoni, ata do vinë me gjithë qejf. Po se që si fton njëri. Jo, ja pse nuk i ftojmë, sepse nuk i njohim. Pra, më shpjego pak mua, kush janë antarët e tjerë? Unë si ja di as emrat. Po ju duhet të njihni, për shembull, Redi Buçin duhet ta njihni sepse sot është deputeti më i mirë. Deputet në parlament, ka pasur dhe akuza për Redin, po do kaloj. Jo, ka pasur, nga Ender Shabani, po do kalojmë pak më vonë. Përveç Redit që është në parlament, që e vrasin me pagesë. Më thuaj pak kush janë të tjerë dhe pse ju nuk reklamoni? Dhe a është implementuar kulti i individit në partinë tuaj? Pra, dhe këtu lind pyetja inocente për një naivi. Ore, kjo organizat prej 15 vitesh, ku i gjen lekët më vëlla? Pra, me çfarë paguan këtë qira? Po gjithsesi, okay, po zgjedh të besoj. Të shpjegoj. Po paguajmë me kontributet e antarëve tanë. Do hapni një GoFund, një llogari bankare se Flor Bina për fushatën? E kemi. E kemi. Po e kemi që prej ditës kur themeluar lëvizja bashkë dhe ne marrim çdo muaj, kemi kontribute nga antarët dhe mbështetësit tanë që sigurisht do depozitohen dokumentet, do depozitohen Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.